الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Falenderimet, adhurimet, madhështia absolute I takojnë Allahut, krijuesit gjithësisë. Atë e falenderojmë prej Tij, falë, ndihmë dhe udhëzim kërkojmë. Kë e udhëzon Allahun rrugën e drejtë, nuk ka kush e devijon, dhe kë e devijon ai nga rruga e drejtë, nuk ka kush e udhëzon tjetër përpos Tij. Dëshmojmë e deklarojmë se nuk ka zot tjetër dhe nuk meriton askush të adhurohet përveç Allahut, dhe dëshmojmë e deklarojmë se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Tij. I dërgojmë salavat e selame dhe përshëndetje për zemrat në këtë ditë begat të xuma, në këtë ditë agjërimit dhe në çdo ditë të jetës tonë Hazreti Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasuan dhe do ta pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Xhamati nderuam, tema e hutbes së sotme do të jetë rreth ajetit më shpresëdhënës në Kur'an dhe rreth shpresës që duhet me pas në tek Allahu xhaleshanuhu. Allahu azza wa jall në surën Zumar ajeti 53 ka thënë kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj, o ju robërit e mi të cilët e keni ngarku vedin shumë me gjunahe, mos e largoni shpresën prej Allahut, prej rahmetit të Allahut, prej mëshirës Tij, sepse vërtet Allahu I fal të gjitha gjunahet. Ai është që fal shumë dhe është mëshirues I madh. Dhe dietarët këtë kanë cilësuar si ajetin më shpresëdhënës në Kur'anin e Kerim. Pra imagjinoni, o ju njerëzit, o ju robërit e mi që e keni tepruar me gjunahe, që e keni ngarku vedin shumë dhe tej maset me gjunahe, prap mos e hiqni shpresën prej mëshirës të Allahut, edhe pse e keni ngarku vedin me gjunahe, edhe pse ndoshta e keni tepruar të bëni gjunahe, mos e hiqni shpresën prej mëshirës të Allahut, se ai thotë I fal tana gjunahet. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka një dua të mrekullueshme që duhet me ndëgju me vëmendje të plot. Është parim, kjo duhet me pas parim tonë na. Pejgamberi alayhis salam thotë kështu: ban dua te Allahu. Allahumma aslamtu wajhiya ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk. O Allah, të dorëzova ty, pra u drejtova nga ti. Punën time ta besova ty. Ty të mbështeta me shpresë dhe me frikë ndaj teje. Pra, o Allah, të dorëzova ty, o Allah, punën time ta besova ty. Pra, punën time e bëj me shpresën te ti dhe vazhdon, thët, u mbështeta tek ti, ama në çfarë mënyre dhe në çfarë formet I thet këto. Pra, u dorëzova te ti, punën time ta besova dhe ty të mbështeta, me çfarë gjendje shpirtërore I ban këto? Me dy gjendje shpirtërore, me frikë edhe me shpresë ndaj teje, me dy anë. Besimtari luhatet mes dy gjendjeve në raportin e tij me Allahun xhaleshanuhu, mes frikës edhe shpresës. Edhe duhet me pas frikë Allahun, po edhe duhet me shpresu shumë të Allahu. Me kalu në ekstrem ka njana ose ka tjetra, e hum balance, edhe krijohen probleme mënej në raportin tanë me Zotin, krijohen probleme në përjetimin tanë fetar. Sepse në një krah, ose bahesh njeri me vezvese, dhe fillon e bahesh I smur psikologjikisht, dhe nuk mundesh me jetu, bo me pas frikë të teprume. Mas këtë se shkon në zjem, mas këtë se shkon në xhehenem, mas se e more vedin qaf, përjetësisht ke mu djeg, mas këtë për disa detajet vogla, fatkeqësisht ka edhe prej aty në njerëzve, po kjo është prej mungesës së diturnisë
mas kja se të dënon Allah përjetësisht në xhehenem me atë, edhe thjesht një trompetim friket, edhe një gjendje shpirtërore që nuk klen me jetu dhe nuk klen me marr kënaqësi për jetën, ama në krahun tjetër, në qoftë se e lëshon pa frena, se thuhet se Zoti jam mëshirues edhe mi fal tana, sa i fal gjunahet, atëherë nuk e ke punë rregull. Sepse ti jeton në nënvlerësu frikën që duhet me pas ndaj Allahut. Ti je tu e nënvlerësu Allahun, hasha. Në qoftë se thu, hajt më të bëj çfarë du se mi fal Zoti mu, se unë kam zemrën e pastër. Nuk jam do i bën keq kujt pse i bëj ta veprime. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka këtë dua madhështore siç e lexuame, ama këtu do me cek edhe një detaj te ky hadithi, se na e përkthejmë domethënë të mbështet aty, këtë tretën, wa alja'tu dhahri ilayk. Kjo është një shprehje e jashtëzakonshme që duhet me kanë parimi i besimtarit. Wa alja'tu dhahri ilayk, bu me përkthy pak ma ndryshe se sa u mbështeta tek ti, dhe më thonë, shpinën teme e strehova te ti. A din çfarë do thonë kjo? Në Shqipëri njerëzit thojnë, hajt marr se këti nuk janë nin, se kjo e ka shpinën e xetë. Pra koncepti i shpinës së xetë, me pas shpatat e xeta, me pas shpinën e xetë, dhe më thonë që ka lidhje të forta ky njeri. Nuk janë nin për kënd, edhe në qo se ban në i gja, nuk ka frikë kënd kë, se i ka shpatat e xeta. Ka mbështetje shumë fort mrapa, pra nej let kështu, pra nej ban kështu, pra nej vepran kështu kë. Në aspektin njerëzor dhe në aspektin e kësaj botet. Të shti paka shumë, i kja është shprehja që pejgamberi alayhis salam ka cek këtu, wa alja'tu dhahri ilayk, pra shpinën teme, shpatlat e mia, i strehova te ti. Se kur e ke shpinën e sigurt për para, nuk e ke problem që të vjen. Po imagjinoni si kur ti me i pas shpatlat e ngrohta dhe me pas shpinën e sigurt të Allahu, që është posedusi i gjithë shkajet dhe është fuqiploti absolut, që asë një autoritet nuk ka primi te. Aja është autoriteti ma i nalë, aja është autoriteti ma i plot pushtetshëm, dhe ti shpinën tane dhe shpatlat tuja bo me i mbështet aty, nuk ka kush del para mon këtë botë. Siç nuk ka pas kush mi i dal para Hazreti Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, se e ka ba këtë doa ta në kohën. Dhe aja është strehu atje, aji i ka përdor sebepet në këtë botë, aji i ka përdor lidhjet njerëzore, ama shpresen nuk e ka majt të lidhjet njerëzore, dhe nuk e ka majt të sebepet e kësaj botet, por ka thonë shpinën teme dhe shpatlat e mia i strehoj dhe i mbështes te Allahu fuqiplot. Është një vedije shumë e madhe kjo, dhe lumë ku ja ban Zoti risk. Se atëherë nuk ka kush del para ty. Atëherë çado që të kesh synim në jetë e arrin mendim të Allahut. Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që është shembull më i mirë i njerëzimit, përderisa ka bën këtë dua, duhet më e bën edhe na. Dhe këto kuptojmë se çfarë konceptit ka pas pejgamberi alayhis salam mbi botën, çfarë bot kuptimit ka pas. Pra, një ndër mirësitë më të mëdha që i ka dhënë Allahu njerëzit, i ndëruar xhamat, është shpresa. Ajo është një forcë dhe një dinamik që e man njeriu në jetë. Shpresë do të thotë që ti mbështetemi Allahut dhe të besojmë në ndihmën që vjen prej tij. Shpresë do të thotë që ti marrësh masat e duhuna për me bën një punë dhe sabrin ta bashkosh me përpjekje dhe të vazhdosh përpara duke bën llogarinë e veprave që ke lënë mbrapa. Kjo është shpresa. Duke u mbështetur Allahu xhaleshanuhu, duke i marr masat që duhen për me i marr masat në punë të kësaj bote dhe duke shpresu për mirë për veprat e ardhshme dhe duke bën llogarinë e veprave që ke lënë mbrapa. Kjo është balanca që duhet me kriju njeriu edhe me vazhdu me shpresë në rrugtimin e tij në këtë jetë. Ndërsa humja e shpresës e shkatron kënaqësinë e jetës, i zymton ëndrat për të ardhmen dhe e shtyn njeriu drejt përtacisë dhe e largon nga përgjegjësi. Prandaj Allahu ka thënë mos e humni shpresën. Prandaj një ndër gjanat më kryesore në Islam është edhe shpresa.
sepse bo me hum shpresën ti, hum edhe knatësinë e jetës dhe hum edhe ëndrat dhe vizionin për të ardhmen, dhe kjo të çon ty në një gjendje demelizmi dhe përtatësie që ti lën mbrapa përgjegjësitë që ke. Prandaj Allahu xhaleshanuhu i ka dhënë shpresë besimtarëve me këtë ajet, po edhe me shumë ajete tjera, në mënyrë që besimtarët mos më ranë në demoralizim dhe mos më ranë në demelizëm me elan mrapa, siç fatkeqësisht ka në shoqërinë tonë, por në shoqërinë e të gjithë popujve të botës, se thojnë hajde se deri tesh kam bë tanta të zeza, kam bë tanta të kësia, sa që tesh nuk ja vlen më u kthy se kam bë shumë. Edhe vazhdojnë, prandaj kur ju thohet pra kthenu prej kësaj rrugës të mrapsht, ja se jam vonë tesh, kam bë shumë të kësia, nuk më fal Zoti, edhe vazhdon me bë prapaj. Kjo është mu tall shejtani me ty, dhe mu tall egoja jote, nefsi, me rajt vetin. Allahu xhaleshanuhu ka thënë, mos e humni shpresën, se ai i fal tana gjunahet. Bile ka një hadith kutsi, që thët, në qoftë se biri i Ademit, pra njeriu, më vjen mu, thot Allahu, me gjunahe sa malet, ose edhe me gjunahe sa tokë dhe qiej, ama më vjen me iman, pra më vjen me besim të unë, pra pa më bua shirk, edhe unë thët i vi ati, pra e përballi atë me një mëshirë edhe matë madhe se sa sasia e aty në gjunaheve që ka ardhaj me ta. Pra në qoftë njeriu që e beson Allahun, ama ka bërë gjunahe shumë, sa toka dhe qiejt, Zoti i vjen me një mëshirë dhe falje matë mëdha se sa toka dhe qiejt, dhe e fal. Islami nuk i don njerëzit e pa shpresë, nuk i den frigacakt dhe nuk i den demelat. Allahu xhaleshanuhu thot: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Mos u demelosni dhe mos u mërzitni se ju jeni fitimtar dhe të lartë në qoftë se jeni besimtar. Modelin më të mirë për këtë gjë e marrim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e përmend me hadithin e tij, dhe këtu nuk kena kohë me përmend edhe jetën e tij, se sa model i bukur i këtyre gjanave që tha me na deri tash është pejgamberi alayhis salam. Por marrim shembuj edhe prej pejgamberëve të përparshëm, sepse tobja dhe shpresa janë të vjetra sa njerëzimi. Pra në një ders kena thonë që tobja është e vjetër sa njerëzimi, kur kena fol për tobën. Edhe shpresa është e vjetër sa njerëzimi. Pra prej me Ademin alayhis salam, kur ata thanën: "O Allah, në qoftë se ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, patjetër që ne do të jena prej të humburve." Dhe Ademi me Havan, paqja e Zotit qoftë mbi ta, njerëzit e parë në tokë që banin edhe gjunahin e parë, patjetër si natyrë njerëzore, se ashtu e kishte kriju Zoti natyrën njerëzore për me bën gjunah edhe për mu pënu, ama Ademi alayhis salam nuk e humbi shpresën. Këtu të ndryshojmë na prej shejtanit, njeriu prej shejtanit, se Ademi alayhis salam nuk e humbi shpresën, kurse shejtani hala vazhdon me të kësijat e veta, se Ademi alayhis salam u penu dhe shpresoi te Zoti se e fal. O Allah, në qoftë se ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, na do të jena prej të humburve. Dhe Allahu xhaleshanuhu e fali. Nuhu alayhis salam bani një thirrje të gjatë me durim dhe me shpresë. Pra gati 1000 vjet thirrje, ama kur nuk e ka humb shpresën. Hajtë se ndoshta sot beson edhe dikush tjetër. Ejubi alayhis salam bani durim për smundjen e tij dhe kur nuk e humbi shpresën. Edhe pse kaloi vite i smur, ama shpresën nuk e ka humb, edhe Zoti është përblej, siç e dim Hazreti Ejubin alayhis salam. Po ashtu edhe Zekaria alayhis salam, kur kërkoi fëmijë, kishte besim dhe shpresë të madhe, sepse siç e thekson në dua, kur nuk ishte zhgënjur nga dua që i kishte bën Allahut. Pra, Zekaria alayhis salam, pra kalon në Kur'an kjo, që thot: "O Zot, un kur nuk kam dalë zhgënjym prej duave që të kam bën ty." Domethënë që ka pas shpresë të madhe, pse kishte një moshë të madhe, ai kërkoi fëmijë dhe Zoti i dha fëmijë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur nuk ka rënë pesimizëm dhe thoshte kështu: "Hasbi Allahu la ilaha illa hu, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim." Pra, mu më mjafton Allahu, nuk ka Zot tjetër përpos tij. Ati ju mbështeta dhe ai është Zoti i arshit të madh. Për ta përfunduar dhe për ta përmbledhur hutben, i ndëruam
xhamat, të nderuar besimtar, kjo është e rëndësishme. Sot në botën ku jetojmë, shpresa është ndër gjanat kryesore që sulmohet. Me të gjitha mjetet bëhet ky sulm ndaj shpresës, për me ia humb shpresën e njerëzve. Detyra jonë është që ta dobësojmë sa të mundna këtë sulm, duke promovu shpresën dhe besimin në Allah. Sot nëpër media, nëpër muhabete, nëpër kafe, thojnë njerëzit bota ka me shku këtu, ka mu bë kështu, ka me u shkatru, ashtu u shkatru shoqënia e këtë e atë. Pra, krejt negativitet, a thu se ashtu në aprit një ardhme e zymt. Kjo pompohet shumë dhe trumpetohet shumë nëpër media, por edhe nëpër muhabetet që bën njerëzit me njëri tjetrin. Ama a duhet me pas shpresë të Allahu na për mirë, edhe me punu, por edhe me shpresu të Allahu, se kaderi janë dorë të Allahut, dhe pushteti i kësaj bote dhe i botës tjetër janë dorë të Allahut. Allahu xhaleshanuhu ka udhëzimin, që është një mjet i jashtëzakonshëm dhe shumë i fuqishëm dhe që nuk mund ta nalin askush. Udhëzimi që e udhëzon Allahu nuk ka kush e devijon. Na duhet me shpresu fort te ky udhëzim dhe duhet me shpresu fort që Allahu xhaleshanuhu me kthy rrotën e historisë për mirë, nëse na punojmë dhe shpresojmë. Sa do të fort që të jenë zullumqtar, urdhëri i Allahut është që ne të mos bim në pesimizëm, sepse nëse jena besimtar, na do të jena fitimtar. Dhe fjala e fundit e kësaj hutbe le të jetë shprehja e urtë që thot shpresa vdes e fundit. Ela inna ahsana al-kalam wa ablagha an-nizam kalamullah al-malik al-aziz al-allam kama qala Allah tabaraka wa ta'ala fi al-kalam wa idha quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahir rahmanir rahim. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Alhamdulillahi hamdal kamilin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ta'adhiman li nabiyhi wa takriman li fakhamati shani sharafi safihi faqala azza wa jalla min qailin mukhbira wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قامت الصلاة.